الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falëndërimet dhe adhurimet I takojnë vetëm Allahut, krijuesit të gjitha botrave, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin për njerin më të dashur, për Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, shokët e tij dhe për ata besimtarë, të cilët përcjellin këtë rrugë deri në ditën e fundit, xhamati I dashur. Në fundin e muajit të Ramazanit, xhumaja e fundit brenda këtij muaji, lutim Zotin të bën kabull namazin e xhumas. E lusim Allahun e madhnueshëm që edhe këtë ditë agjerimi, edhe ditën e nesërmen Zoti inshallah e bëft në peshorën e veprave tona të mira. Lusim Zotin që ata të cilët janë të sëmur Allahu të I shëron, ata të cilët më nuk janë mesin tonë Zoti të I mëshiron, e të avan atyre varret një kopsh nga kopshet e xhennetit. Allahun e lusim neve të na mbron nga azabi I varrit, të na mbron nga borxhet, të na mbron nga shoqëria e keqe, dhe mbi gjitha lusim Zotin xhamat që fjala jonë e fundit e dalë prej kësaj bote me u kon duke thonë La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Amin. Thotë Allahu në Kur'an-i Kerim Ayyaman ma'dudat. Ka thonë Allahu pra ditë të caktuara. Ditë të caktuara xhamat, po dhe një periudhë e caktuar kohore, sepse këto ditë të caktuara që I ka përmend Zoti në Kur'an-i Kerim ka të bëjnë pra me agjerimin të cilin ne dal nga dalë po I japim fond pra. Sa do që njeriu të jeton e sa do që njeriu të ketë dëshira dhe synime, edhe veprat mira sigurisht pra do I vije fundi çdo sendi dhe do të mbetet vetëm Allahu I madhnueshëm. Prandaj unë do ta quaja këtë ligjërat pra garues të veprave të mira. Kjo maraton ditën e parë nuk ka dok shumë e gjatë. Mirë po, ja që dal nga dal po I vije fundi muajit të Ramazanit dhe tani dal nga dal pra sikur me laçet do I mbyllin regjistrat e veprave të mira. Po I mbyllin pra regjistrat e veprave të mira. Dhe ajo dera e hapur për agjeruesit me emrin Rayyan, edhe ajo do të mbyllet. Dhe pret pra muajin e vitin e ardhshëm kur do të vije pra muaji I Ramazanit. Prandaj përderisa e përmendim këtë muaj të Ramazanit si garues të veprave të mira, e bëri pra këtë muaj të Ramazanit Allahu për krijesat e Tij, thonë më drejt për krijesën njeri që na të adhurojmë Allahun, që na të kemi pra kënaqësinë e Tij. Një grup njerëzish që agjeruan xhamat dhe bën vepra të mira, ata garuan dhe inshallah kemi fituar kënaqësinë e Tij. Në rend parë inshallah kemi fituar kënaqësinë e Tij, po pastaj sigurisht edhe shpërblimin, sepse Zoti nuk e humb shpërblimin e askujt, sa do një vepër e vogël të më kon ajo. Hazreti Aliu xhamat në fundin e Ramazanit dilte dhe I nxiste garuesi duke I thonë as sikur të dija se kush ka fituar e ta përgëzonim e kush ka humbur ta ngushëllonim. Kështu pra thoshte një fjali Hazreti Alia në fundin e Ramazanit. Kush ka fitu, sikur ta dinim e na ta përgëzonim, të jepnin miq dhe atij, e kush ka humbur atë ta ngushëllonim. Xhamati dashur, xhamat, na po japim mundin ton maksimal që me këtë maraton të muajit për atë Ramazanit nuk kam mbetur shumë, vetëm se shumë pak kohë për ta përfunduar. Prandaj mos harrojmë se mësimi I fundit të çdo vepreje është përfundimi I saj, e jo fillimi I saj. Mirë po, unë atë kam atë bindjen se në xhumën e parë
kur fillum pra me muajin e Ramazanit, thash kështu, po e fillojmë pra këtë muaj të Ramazanit, sepse vitin e kaluam kemi qenë mirë me agjërimin tonë. Po besoj që edhe Allahu ka qenë i kënaqur me neve. E të përfundojmë muajin e Ramazanit, hala më mirë se vitin e kaluam. Edhe thot pejgamberi jon alayhis salam, veprat vlerësohen sipas përfundimit të tyre. Veprat vlerësohen, do të thotë shpërblehen sipas përfundimit të tyre. Fundi i kësaj maratone sigurisht pra asnjë istighfar që na besimtarët duhet ta bëjnë atë xhabat. Dikush ka të drejtë me thonë, çfarë ka që tash me fundin e Ramazanit me i kërku falje Zotit? Ata rrin pyetja xhamat, çfarë ka për atë çlirimi i Mekës, kur Allahu në Kur'anin e Kerim ka zbrit surën Nasr, edhe na kur e lexojna idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Zoti ka thonë dhe përkujto pra kur erdhi ndihma e Zotit. Pra atëherë kur shirua Mekja dhe njerëzit hinin pra tuba, ishin grupe, ishin ata në fe. Mirë po Zotit thot mas kësaj dhe ti kërko falje Zotit dhe falenderoje ata. Besimtari i mirë xhamat, besimtari i mirë, pas çdo vepreje falenderon Zotin dhe kërkon falje Allahut. Kjo kërkesë e faljes së Zotit e bën që besimtari të jetë më i përgatitur shpirtërisht dhe të mendojë dhe të bëhet i realt me vetveten, kam bën një lëshim, e kam bën një gabim. Ka diçka edhe pse mbas kësaj vepre madhore sigurisht pra duhet pason edhe istighfarin. Khalifja i drejt Omer bin Abdulaziz në fundin e Ramazanit pra u dërgon të atyre disa mesazhe valive të vetë që i kishte pra në atë kohë. Dhe atyre ju thonë të kështu, thuani si që ka thonë baba juaj Ademi a.s. që vlen pra edhe për neve xhamat. Me fundin e Ramazanit, me thonë kështu, Zoti im, ne i bëm pa drejtësi, pra e dëmtuam vetveten, në qovë se ti neve nuk na i fal, nuk ka kush, në qovë se ti nuk na i fal, pra, me siguri na do t'jemi prej të shkatruarve. Pastaj, thuani si që ka thonë Nuhu a.s. E në qovë se nuk na fal, nuk më fal mua, dhe nuk më shiron, unë do t'jem nga të humburit. Këtë fjale ka thonë Nuhi a.s. xhamat. Mendoje pra nëse ti nuk më fal mua, Nuhi a.s. ka thonë unë do t'jem nga të humburit. Thuani ashtu si që ka thonë Ibrahimi a.s. ai tek i cili kam shpresë se do të më falë mëkatet e mia në ditën e gjykimit. Sa do njeri xhamat të këtë bo vepra të mira, përsëri kemi nevojë pra për faljen e mëkateve në ditën e gjykimit. Asani thoshte, shpeshtojnë istighfarin nga se ju nuk e dini se kur Zoti e zbret pra mëshirën e tij. Prandaj xhamatit tim unë kështu kisha më i thonë pra ju garues të mirë, edhe pak kohë ka met pra për më arë fundi muajit të Ramazanit. Kush ka bërë mirë, le t'i plotësoj pra të mirët e tij. Ndërsa ai i cili e ka lëshu ndonjë të mirë, le t'i përmbahet edhe më tepër, le ta përmbush atë duke përfundu me një vepër të mirë. Nëse ke bo pra të mira, plotësoj ato të mira. E nëse kemi bo pra lëshime, le t'i plotësojmë me një vepër të mirë. Sigurisht, kjo llogaritja e jonë xhamat e fundit të Ramazanit, besimtari sikur e ndjejnë pra një lloj malli dhe një lloj dhimbje e një mërzie me rastin e përfundimit të këtë muaji të Ramazanit. Nuk them që xhamatin na ta mërzisim se po shkon muaji i Ramazanit. Mirë po, atë gëzim me arjen e këtij dhe tani kur vije përfundimi, është një çmallje mes neve, në rënd parë. E dita xhamat ajo ka të bëjë me atë gëzimin që e kishim na për gjatë muajit të Ramazanit, kur vinte koha e iftarit, pastaj ngritja jon në sifir, faktikisht
janë përmbledh shumë vepra të mira. Ka një hadith kutsi ku Allahu thot kështu: jeto sa të duash, por do të vdesësh. Jeto sa të duash, por do të vdesësh. Duje këtë duash, por do të largohesh nga ai. Duaje këtë duash, por ai do të largohesh nga ai. Puno çfarë të duash, por do të llogaritesh me atë punë që e ke bë, do vlerësohesh. Por çdo gjë për atë tjetër, pos Allahut është kaluese. Do thot Zoti i ka përmendur pra 3 elemente këtu. Me dashka të duash, nga ai do të largohesh. E dita, puno çfarë të duash. Për ato vepra do të vlerësohemi, do të shpërblehemi, dhe kush mbretet e përhershme, mbetet i përhershëm Allahu, dhe çdo gjë tjetër është e kaluese. Atëherë xhamat, si e kemi prit këtë musafir të madh? Unë kam bindjen dhe atë mendimin pozitiv se e kemi prit si është më e mira. I kemi dhënë pra iftar mikut e shokut. E kemi vizitu të sëmuri. I kemi ndihmu dikujt që është bërë pa drejtësi. I kemi ndihmu jetimit, e kemi ndihmu pra dhe xhiut. E kemi ndihmu nxënësin e studentin. E kemi ngushëllu dikant që është goditur me ndonjë fatkeqësi. Kemi fut gëzim në shpirtrat e tyre. E kemi mbajt lidhjet farefisnore. E kemi nderu më të vjetrin dhe kemi respektu më të voglin. Me fjalë qera, jemi mundu pra në përgjithësi me bo vepra të mirë. Dhe tash kur i përmendi unë këto xhamat dhe qera, sikur lind një pyetje në veten time dhe në veten tonë xhamat. A kemi qenë nga këto? Po besoj se kemi qenë xhamat. Jemi konë nga këto vepër mira të që i përmendëm më herët. Po përshëndetim në xhamat nga ky muaj i durimit dhe i faljes. Muaj i bamirësisë. Po përshëndetim në xhamat nga ky muaj i Kur'anit, duke i dhënë pra lamtumirën në forma më të mirë. Ky muaj i pendimit edhe shpëtimi inshallah nga zjarmi i xhenemit. I themi pra këtij muaji i triumfit ndaj egos dhe ndaj inatit. Besoj se e kemi mund xhamat edhe egon, edhe inatin, edhe xhelozin, dhe çdo tipar të ketë që mund të pasi njeri. I themi muaji të Ramazanit, o i dashur që po largohesh, na jetuam pra ditët më të mira dhe netët më të mira. Minutët dhe orët më të bekuara. Besoj se xhamat e kemi ndjehat mëshirën që zbriste mbi ne. Zemrat tona kanë qenë ndryshe para muajit të Ramazanit. Po besoj xhamat se edhe me këtë tempo na duhet vazhdojmë edhe kështu. Vërtet e pam për një muaj pa ndërprerje se çfarë do të thotë për me pas një zemër të mirë, duke bo pra vepra të mira. Dhe kjo vepër e mirë, dhe tani duhet jetë pra vazhdimsi e cila neve duhet na shoqëron pra në jetën tonë. Atëherë, çfarë duhet bën besimtari pas muajit të Ramazanit? Le të jetë pra një pikënisje e jonë që të jemi pra pranë Allahut edhe në muajt e tjerë. Le të jetë pra muaji i Ramazanit pikënisje e jonja për braktisjen e gjunaheve që Allahut neve të na fartet na mëshiron. Ato vepra që i kemi bën gjatë muajit të Ramazanit, duhet xhamat të vazhdojmë pa ndërprerje edhe pas tij. Gjua jote dhe gjua ime në përgjithësi pra agjeroj nga përgojimi, nga njeshtra, shpifje e kështu me radhë. Atëherë xhamat duhet vazhdojmë po të njëjtën tempo me agjeru pra gjua jon nga gënjeshtra, nga shpifja edhe nga fjalët e ndita. Agjeruam për gjatë muajit të Ramazanit me shikimin tonë pra çfarë është ndaluar. Atëherë le të jetë një rregull i joni mirë xhamat, që jemi edhe pas muajit të Ramazanit, sepse Allahu do ta lëshoj për në zemrën tënde një ëmbëlsi, një mirësi që nuk e ke pas asnjëherë.
Agjeruam xhamat për gjatë muajit të Ramazanit duke e ndihmu tjetrin në forma të ndryshme, me një fjalë të mirë, me një buzëqeshje të mirë edhe me mjete materiale. E kjo agjerimi jonë xhamat duhet vazhdon edhe më tutje edhe pas muajit të Ramazanit. Barku jonë agjeroi nga ushqimi haram. Dhe tani ne kuptuam çfarë do të thotë një varfër i cili nuk ka shka me shtru në sofrën e tij. Dhe kemi përjetu pra me një formë ndryshme ati kur vinte ora 1 apo 2 dhe përgatitjet e tona për sofrën e iftarit. Me dalë dhe me ble çfarë është më e mira për me përu në familjen tonë, për me dhanë fëmijëve dhe grave tona. Dhe tani kjo ndjenjë pra sa do pak duhet jetë e përzier me ata i cili nuk ka pra ushqim, apo me ata i cili nuk ka kushte materiale për me bën të njëjtën gjë që e kemi bën ne. Do e përmendi një rast në kohën e pejgamberit tonë alayhis salam. Besoj se kjo ndërlidhet shumë tani me brenda këtij muaji dhe pas muajit të Ramazanit. Pejgamberi Allahu xhamat njëherë pra ndodhi që ishte në xhami. Kur përmendim ishte në xhami, sa herë e kemi përmendur se nuk ka qëndruar vetëm në xhami. Përkundër gjitha obligimeve që i kishte, normalisht gjet në xhami edhe me xhamatin e vet, për me fal vaktin, kuptohet. Edhe një ditë ju tha shokëve të vet: "Ki njeri i cili tani po hi është nga banorët e xhennetit." Në transmetim gjithmonë kur të shohish apo kur dëgjosh, kur të lexosh diçka, një njeri, kuptoje pra se një njeri nuk i dihet emri i tij. Dhe kjo nën kupton xhamat që pas kësaj ngjarjeje edhe ti mundesh më kon nga ai njeri i cili nuk po i dihet emri. Edhe ti mundesh me qenë një njeri i cili tani më nuk po i dihet emri. Dhe tha pejgamberi Allahut: "Ki cili po hin në xhami është për banorëve të xhennetit." Ditën e dytë xhamat po të njëjtën në fjalë i tha pejgamberi jon alayhis salam: "Po për atë njeri." Tretën ditë njëjtët fjalë i tha. Dhe njerëzit ishin kurreshtar për me ditë. Sahabët kanë qenë kurreshtar kur është bën fjala për një vepër të mirë. Një nga sahabët me emrin Abdullah, djali i Ibn Asit, e përcjelli këtë njeri prej nga vinte dhe shkoi deri te dera e tij dhe i tha kështu: "E kam një zank me babën tim, edhe unë jam betu mos me hinë në shtëpinë time për 3 ditë radhazi." Dhe thot: "Apo mban edhe ti mu konak?" Ka thonë: "Po, urna dhe he." Dhe ki njeri xhamat, në këtë fakt, ki sahabi pejgamberit alayhis salam, Abdullahu, e ka përcjell çfarë është duke bo. Kanë thonë dietarët xhamat kështu: "Ki përcjell të gjymtyrët e tij çfarë është duke vepru." Me gjymtyrët e tij çfarë është duke vepru. Ai pra falej, kryente punë familjare, me fjalë qera ka bot gjitha ato që jemi mundu që i bojnë mrenda familjes tonë, me gjitha mundësitë tona. Mirë po, nuk e kupton të në brendësinë e tij çfarë ka ky njeri. Dhe në ditën e tretë, me një kurreshje shumë të madhe, i ka thonë atij, ka thonë: "O ti", edhe ai ka qenë sahabi pra. Thot: "Për ti, tha pejgamberi Allahut, se ti je nga banorët e xhenetit. Apo më tregon çfarë është e vepra jote, sepse unë nuk pash diçka të posaçme special e jotja dhe jo e jemja dhe qerve shok që i kemi." I ka thonë ki: "Ata çfarë pave të une e gjitha është kjo. Por një sen, thot, unë kur vije mbrëmje dhe bie të flej, çdo kush i cili mu më ka bën ndonjë padrejtësi, unë atij e kam fal. Dhe thot, unë nuk mbaj i natë me askën nga shokët e mi." Dhe tani ki xhamat, Abdullah ibn Asi e ka kuptu se këtu qenë ka ajo poenta, këtu qenë ka i qëllimi i tij që Zoti pra e ka ngrit këtë njeri. Dhe tani besimtarve, unë nuk e kam njetë me thonë pra: "A ki i nota, a ki i xhelozia, atër mos u falë, mos agjero." Kjo tani më nuk është në rregull me thonë kështu xhamatit.
por një sen pra, nëse dojna pra që agjerimi jonë, nëse dojna që namazi jonë dhe çdo vepër jonë e mira, tjetë e përmbushur me veprat mira, atëherë me pastru pra zemrën tonë nga urrejtja e inati e xhelozia. A let shumë as let xhamon. Shumë as let. Vetëm a kemi gatishmëri. Vetëm a kemi gatishmëri që unë pra kur dal në rrugë, kur të vi në xhami, kur të shkoj dikon, me fjalë qera me largu nga mendja ime inatin dhe xhelozia, sepse paragjikimi xhamon është më i rëndë se sa vetë gjunoj që mundet me bon pra njeriu. Paragjikimi të bën që edhe nejen su ne ban rahat, edhe takimin su ne ban rahat me tjetrin, edhe bashkëveprimin me të tjerët su ne ban, sepse ekziston një pengesë në shpirtin tanë që e pengon ata. Prandaj me je këto, besoj se besimtari ka me arrit me përfundimin e muajit të Ramazanit, ai njeri pra me dal para Allahut inshallah 0-0. Kështu po shprehem e me mëshirën e Allahut na të fitojmë xhennetin. Prandaj na mund të mendojna dhe të jetë një piknisje jonja që është një miqdhe e madhe se Ramazani po ikën. Mirë po kjo kohë e caktume dhe ditë në mëruara e jeme ma'dudat, ai pra do të krenohet me neve dhe do të jetë ndërmjetësues në ditën e gjykimit. A ke parasysh xhamat se ki Ramazani jon ka më ndërmjetësu për neve në ditën kur do të japim llogari. Atëherë besoj se me përfundimin e këtij Ramazanit një fjalë miradije në rënd parë për xhamatin që e kemi këtu në xhami. E një fjalë miradije më e madhe që mundet me ia dhënë pra ja japim notën 10 që fëmijëve tonë që na kanë ardhur në xhami këtu. Me këta fëmijë që vinin në xhami për të falë namazin e teravive. Një disiplinë xhamat kështu e papar. Një fëmijë i vogël i cili mund të jetë shumë problem në shtëpi, shumë i gjallë, shumë i lëvizshëm, mirë po në xhami na falnim teravi dhe nuk është dëgju asnjë zë i vogël. Kjo nuk ka ardhur nga kërcënimi që ja kemi bërë na fëmijëve, apo ti si prind e ki shtrëngu fëmijën tanë, por nga edukimi që e kanë marrë, edhe rritja e tyre me një ambient shumë të mirë, me një ambient shumë fetar, besoni se ata fëmijë kur i falnim taravit, normal të një lëvizje vogël ka qenë, mirë po më përgjithësi nuk është dëgju pra zon absolut. Po du të kthej atë historinë e secilit prej neve kur jemi kond vogël. Ju kujtohet xhamat si ka qenë situata ku çdo që ja fal në katin e dytë, sa shpulla ka kërsit e sa zhurma është bën. Edhe këtu do një mundet, do një nalt me folë rrallë, do një që i del zoni pa dashje, mundet me folë do një. Mirë po në Ramazan xhamat a kon trishtim me hip në katin e dytë, sepse atje ja au dash mu kon kapadaji si haj, ja ka kërsit shpulla në palë qafës. Tani xhamat më nuk i kemi që këtë. Kja një mirësi e jonja një vetdije lartë e popullit tonë xhamat. Edhe që tash më folë që në shtyp, më folë rrallë dhe një gjemata më pipleqve. Edhe pipleqve gjemat halal e kanë këto se aja plak, aj mundet me harru. Ko e di kur duhet me folë, kur s'duhet me folë. Aj folë që ashtu, edhe ne kuptojnë e lese kja plak. Ki mundet me folë. Po interesanta se kjo mirësi dhe kjo vetdije dhe kjo edukat, sidomos të rinia, në mas të madhe, është pra për ta falënderu dhe për të tregu një vetdije të lartë si xhamat që i kemi pas. Atëherë, a vazhdojmi edhe pas muajit të Ramazanit linë pyetja xhamat, po me të njëjtën tempo. A ka mundësi me fitu se vapin e tanë vitit edhe pas muajit të Ramazanit? Po ka mundësi xhamat. Janë pra në mbas muajit të Ramazanit, janë është një muaj i Sheval. 6 ditë brenda këtij muaji, thot pejgamberi jon alayhis salam, kush e ka xheruar Ramazanin, edhe më pas e pason pra, edhe me 6 ditë tjera nga Shevali, as sikur me pas xheru tan vitin. Kush do pra xhamat me fitu sevapin, sikur me pas xheru tan vitin, anë pyetje janë edhe 11 muaj qerë, ato 6 ditë e muajit Sheval. 6 ditë e muajit Sheval
ka mundësi pra me ninu krejt për njëherë. Pra dita e dila ditë Bajrami, vetëm një ditë në ditë Bajrami, dhe tani dita e dytë pra fillon me nis po pate mundësi edhe dëshirë me 6 ditë qire. A ka mundësi ndërprerje? Ka mundësi ndërprerje kjo. E ninonën pra të hane edhe të ejtë. Edhe 6 ditët e fiton pra sevapin e mujt Sheval, po të njëjtë në kohë xhamot fiton pra sevapin e ditës hane dhe ditës ejtë. Ata që janë në punë, pra në punë në shtetit, mujnë me agjeru e shtun edhe e djerë. Pra në format ndryshme, mund është pra me agjeru 6 ditët e mujt Sheval, edhe me fitu sevapin sukur me pas ninu xhamot tanë vitin. A na i kemi pra derin Ramazanin e arshëm, edhe 11 muj, ama Zoti për nga shpërblimi pra i shkruan një vit Ramazan. A mujnë në xhamot mi dhonë besën Allahut? Po mujnë mi dhonë besën Allahut për me qenë vepër mirë. A dini çfarë doje ka bon pejgamberi jon alayhis salam në mëngjes dhe në mbrëmje? A doan që besoj se shumica e din. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, e deri në fund. Që në gjuhën shqipe do thotë kështu. Unë po e lexoj sepse arabisht e di mirë, po shqip nuk e di përmend. O Allah, ti je Zoti im. Nuk ka të adhuruar përveç teje. Pra ndëgjoje xhamot dhe përjetoj. Ti më ke krijuar dhe unë jam robi it. Do të qëndroj besnik ndaj marrëveshjes dhe premtimit tënd sa të kem mundësi. Kërkoj mbrojtjen tënde nga keqja që kam vepruar. Unë jam mirënjohës ndaj dhuntive tua. I pranoj mëkatet e mia, prandaj më fal, nga se mëkatet nuk i fal askush përveç teje. Këtë besë pra, na kemi mundësi xhamot për t'ia dhënë për Allahut të Madhnueshëm. Unë me besoj se nuk mund janë ndoshta me majtë krejt për menç, edhe gjitha ato këshilla që janë dhënë, dhe ato ajete që janë lexuar dhe hadithe, dhe ato mendime dietarëve, na dalin dikush te dera me thonë çfarë ishte tema e pendimit, a ka një hadith mundësi me thonë. Ndoshta nuk mujna me majtë hadithin për menç, mirë po e dimin jetën tonë. Nuk mujna me ditë për shembull hadithin që ka të bëjë me lidhjet familjare, mbajtjen. Ama vetë vizita jote në ditën e Bajramit tregon se ti je praktikues, edhe nëse nuk e dim tekstualisht. Me fjalë qera, xhamati jon pra ai ushqehet me këshilla shpirtërore dhe sigurisht pra kjo neve na të bën më të fuqishëm edhe për të bën pra fizikisht edhe vepra të qera. Kështu pra e ka fundin çdo send xhamat. Kështu e ka fundin çdo send. Mendoj xhamat se ka thonë një dietar pra besimtari gjithmonë vdes mes dy të mirave. Për shembull ai i cili fal namazin rregullisht dhe çfarë themi, e fali namazin e xhamos edhe kish vdek ora 2 për shembull. Pra vepra e tij e fundit ka qenë namazi i xhamos. Filani prej pune, u pastru e fali edhe ra me pushu. Ka prej pune. Vepra e tij e fundit ka qenë xhamat kur ka prej pune. E agjeroj mujnë e Ramazanit dhe tani nuk e kemi në mesin tonë. Dhe si e kujtojmë pra, po Ramazanin e fundit e ka ninu, e kemi pas pra në familjen tonë. Me fjalë qera xhamat, besimtari vdes mes dy veprave të mira. E gjithmonë pra llogaritja merret dhe vlerësimi si pasoj asaj vepre të fundit që e ke bën. Thot pejgamberi jon alayhis salam, veprat vlerësohen sipas përfundimit të tyre. Dhe mundohemi xhamat, unë edhe ti dhe çdo njëri prej neve, që gjithmonë pra më kanë një vepër e mirë e jone e fundit. Sipas kësaj vepre të mirë kemu vlerësu dhe mu shpërbli. E unë kam atë mendim, atë shpresë xhamat tek Zoti që kur dalim para ti me dhon llogari, mu kanë pra vepra jon e fundit e mirë që e kemi bën dhe shpërblimin inshallah me marr sipas asaj. Kanë mbet edhe shumë pak kohë xhamat, me i pagu pra fitrat, këtu a mundësia jon pra në xhami, me i dhon pra fitrat kushdo, edhe ati ku e kemi spjegu brenda mujt Ramazanit ku duhet më dhon, ai i cili ka qeni së mur xhamat dhe nuk ka mujt me agjeru, për një jetin e ti Allahu ka me jashkru sevapin.
për një jetin që e ka pas Allahu ka me ashkru se vapin, e sigurisht pra atë pagesën, atë fidje që e ban, edhe kjo inshallah e plotson dhe e kompenzon agjerimin e të sëmurit. Me fjalë qera, xhamot, me fjalë qera, e pam vetën si është pra besimtari brenda një muaji të Ramazanit. A kemi mundësi me vazhdu pra me këtë tempo? Po, thot pejgamberi jon alayhis salam, veprat më dashura tek Zoti janë ato edhe nëse janë pak. Edhe nëse vazhdojna, po nëse edhe janë pak. E këto edhe nëse janë pak, më mirë xhamot, pak, e më dashura tek Zoti, sepse sa shumë e pastaj me shkëput dhe pastaj me prit vitin e ardhshëm. Kjo është ajo çfarëdeshta të them para xhamatit tim, lusim Zotin të këtë pranu inshallah këtë agjerim, edhe kësaj dite, edhe namazin e xumos dhe çdo vepër të mirë xhamat që e kemi bën, sa do e vogël të jetë kona jo dhe sa do e madhe, sigurisht pra me laçet kanë shënuar në regjistrin e tyre. Lusim Allahu neve të na fal xhamat. Allahu neve të na mëshiron. Zoti të i fal prindërit tanë, Zoti të i fal për atë çdo besimtar i cili e kemi pranë mesin e kësaj shoqërie tonë këtu. Allahu inshallah e udhëzoj dhe drejtoj pra popullin tonë, të bëhemi edhe më të mirë, aq sa jemi kon të mirë, e pastaj të vazhdojmë inshallah me vepra të mira. Lusim Zotin xhamat me dal prej kësaj bote me iman. Allahu inshallah neve na bashkof në xhennet, mu ashtu siç jemi pranë këtë xhami. Lillahi al-Fatiha.